që je pedagog ti Temberogjës. E bën do ti, po kush e bëri? Po ndese për shkollën tonë. Si për marrë shkollën Temberogjës kanë nxjerr gjenik, kanë nxjerr gjigant, kanë nxjerr si bujqësi, si në urbanistik, si kudo. Me rruga në 50 cm. Ore ne shkollën e Temberogjës kena marru, ose ti. Ashtu ka qenë kohat e rruga. Majno, bujësia e Temberogjës, shtëpitë s'kishin bukë për të ngrënë. Po mua Cilës kishte bukë? Pyetja Kushte rrejti tyve? Ku e shikon Gjerlucën? Ministër bujësia apo ministër rendi? Sa përmendi dhunën. Do ishte Garbaqin e, ministër bujësie më. Apo po jo mos e shiko. Po ta lexosh psikologjik gjithë personazhin. Valla. Pas Horacës së të fortit të Kërbaçit, ku të Kërbaç? Fshet një shpirt artisti. Valla, unë jam ministri, tash për publikun. Unë jam ministri që kur ka ardhur Partia Socialiste në pushtet, unë jam ministri i peshkimit. Valla, ministri i peshkimit jam unë. Gjergj Luca. Jo mirë. Dhe nuk ja shnoj kujt këtë vend. Edhe këtë titull dhe këtë atribut, sepse kom drejt unë zvarë peshkimin dhe kom qua tjetë dhe pa e qojta së ka fri. Unë jam, dakor? Që kundështoj një? Jam modeli. Pse zgërthisni ju për modelin, por e fusni Gjergj Lucën tjetri se ka modele si Gjergj Luca në këtë vend, të jashtëzakonshme, ti ndani nga muti këtij vendi, nga spekullat e këtij vendi. Ti e ke ndorë se profesor? Po! Ti du kon presat. Rezar Prifti ka ftuar sot Gjergj Lucën. Kush? Ja ma unë shqyqy që gjeta njeri të gërthasë o plesë, unë të shqipo. Tani ti më the që ne fokusohemi për të gjetur problemet se jemi të frustruar dhe nuk shikojmë gjyrat e realitetit e tjera. Opinionistët. Ne ma thot një afërmim. Opinionistët. Ne bashkë po bëjmë analiza. Ja më një sekundë. Ti s'po flet si opinionist. Tani unë të gjova. Me mu po bën analiza. Valla, unë qojmë kom nga analistat. Sepse analistat i bëjnë analizat nga pura e dyne. Të dëgjova. Qepeni. E fanove para me që e mbyllë qepenin. Jo, e ndave ti, unë se... Mbyllë ti, ja. Unë s'ka mbylla si qepema, hapër të gjibet, akoma. Dhe më thot ky i afërmi, more genetiku i gjithja duke ankuar, thot. Nuk me ndonë, tha, e kishe seriozisht ko që kanarit, nuk me ndonë, tha, se ndikon me aq sa të ndjekin njerës ty, tha. Ke 500.000 ndjekës në Instagram, nuk me ndonë që, ndikon me emocion negativ të njerësit. E ke gabimi, tha, shumë thjesht sarkazm bëj. Por, një person që ankohet, jeton keq. Unë si jetoj keq.